Në fillim të vitit 2026, në rrugën Sami Frashi në kryeqytet, në dy katet e para të godinës numër 15, nisën punimet për zhvillimin e një aktiviteti privat. Në këto dy kate njësi do të hapet një filial i bankës turke Ziraat. Dhe gjithçka ishte në rregull, deri kur banorët e katit të tretë kuptuan se këto punime po preknin edhe balkonet e apartamenteve të tyre. Bëhet fjalë për vendosjen e këtij materiali me ngjyrë të kuqe rreth e qark parapetit të fasadës së pallatit, e cila do të shërbejë si reklam për bankën turke Ziraat. Pra, aty ku kanë dritaren dhe balkonin, banorët do të kenë edhe reklamën e biznesit poshtë. Mirë që do e kenë, por nuk i mori leja askush. Unë kam bërë një kallëzim pranë komisariatit numër 2 për ndërtime të jashtëligjshme. Në dijenin time janë edhe 2 komshi të tjerë të cilët po e bëjnë sot kallëzimin. Gjithashtu kemi bërë dhe një ankimim pranë zyrave të IMT-s, edhe pranë policisë bashkiake. Siç duket qartësisht, tabelat kanë ardhur deri në pjesën e sipërme të balkonit. Balkoni është themi zhdukur krejtësisht. Roni Telegrafi, banori këtij pallati, më datë 1 mars 2026, bëri kallëzim në polici dhe një ditë më vonë paraqiti një ankesë pranë Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Njëkohësisht, për të marrë një reagim nga pala tjetër, ne kërkuam të hyjmë brenda në ambientet e bankës, por një person dukshëm me origjinë turke na afrohet dhe na ndalon. Ja shtemi. A je përfaqësuesi i bankës? Që po na kërkon leje ne? Po. Dakor. Po ju ku e keni lejen që keni vendosur reklamën sipër balkonit? Ashtu puna jote kemi dorëzuar te policia, mund të shkoni te policia e të pyesni. Kam bërë një kallëzim zotëria, dije kam çu te policia gjithë letrat. A mund të dalësh nga puna te lutem? Hajde, Çu dal vet. Ik fol me bashkinë, ik fol me IMT-n, ik fol me gjitha. Jemi mision investigativ dhe kemi marrë një denoncim për këtë gjë. Të lutem, a mund të na paraqisni lejen që keni marrë sepse keni tentuar banorët dhe nuk i lejoni ata që të zvarin rroba, ta shpronë juaja, sa ajo është balkoni dikujt tjetër. Okej, shumë mirë. Aroganca e këtij individi, i cili ka funksion të mbikëqyr punimet aty, është e dukshme. Një shenjë kjo që të bën të kuptor sepse nuk është gjetur gjuha e përbashkët mes privatit dhe banorëve. Kjo është një institucion shtetore Turqisë. Besoj se një njeri pa logjik që mendon një institucion shtetore bëhet pa leje. Është një javë që ka ardhur gjithë policia, bashkia, IMT, banka atëre. Kanë çuar letrat, gjithë ka dorëzuar. Një pyetje kemi pas. A mund ta vazhdojmë puna? Edhe ata thonë po. Edhe ne kemi vazhduar punën. Kaq. Në fakt, askush nuk po pretendon se banka turke po bëhet pa leje. Në këtë rast po flasim për reklamat sipër që prekin balkonet e qytetarëve. Kur e filluat ndërtimin jo të subjektit, tu por të pjesës së reklamës. E kishit lejen apo pas ju ndodhi kemi lejen. Po, edhe ne kemi diskutuar edhe pronarin e ambientit, edhe me policin, IMT-n, bashkinë. Gjithë kanë ardhur këtu kur kemi filluar puna. Sepse ne vazhdojmë puna bazë lejes. Por si qëndron e vërteta? A ka patur një leje për vendosjen e këtyre reklamave në parapetet e balkoneve? Më datë 20 tetor 2025, subjekti person fizik, zoti Ideal Qela, përfaqësues me prokur për njësi tregtare ku zhvillon aktivitetin Banka Ziraat, ka bërë njoftim pranë njësisë administrative numër 5 për punime të mirëmbajtjes së zakonshme dhe merr përgjigje zyrtare, ku i shpjegohet qartë ligji për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, neni 40 dhe konkretisht i specifikohet se çfarë punimesh duhet të kryej. Por zoti Qela zgjodhi rrugën më të shkurtër, vijimin e punimeve pa leje. Këtë gjë na e konfirmon zyrtarisht Drejtoria e Kontrollit të Terrenit pranë Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, e cila na bën me dije se zoti Qela ju la detyrë të paraqes dokumentacionin tekniko-ligjor pranë IMT-s, por subjekti në fjalë nuk paraqiti dokumentacion justifikues për punimet e kryera. Kështu më datë 26 mars, inspektorët e IMT-s zbritën në terren dhe morën masat e nevojshme, atë të prishjes së pjesshme të objektit. Ndërkohë, nga banorët e pallatit mësuam se Vasian Qyreku, një familjar i pronarit të njësive komerciale, kishte nisur të shpërndante tek ata një deklaratë notariale e cila përmbante një listë gjatë ndryshimesh në pallat, dhe e vetmja gjë që kishte mbetur ishte firma e banorëve. Përshëndetje, jam gazetari Frar Derista nga emisioni Piranjat. Po ju telefonoj lidhur me disa denoncime që kemi marrë nga banorët e pallatit lidhur me bankën turke Ziraat. Un kam lexuar pak deklaratën me 2 faqe që ju po shpërndani tek banorët për tu firmosur. Në nenin 4, në një nga pikat është sistemim dhe unifikim i fasadës së kateve tregtare. Mos ndoshta me këtë pikë keni dashur që të legjitimoni vendosjen e këtyre reklamave të kuqe të mëdha? Po nuk cilësohet vetëm ajo, cilësohet për unifikimin dhe volum total, dhe po bëhet fjalë për gjithë katët tregtare, nuk bëhet fjalë vetëm për pjesën e reklamës. Por si është e vërteta? Parapeti i balkoneve në fasadën e jashtme të pallatit konsiderohet pjesë e përbashkët dhe sipas ligjit 55/2025 për administrimin e
bashkëpronësisë në ndërtesa, Neni 40, e përcakton qartë se pronari i njësisë mund ta ndryshojë pamjen e pronës së përbashkët ose pamjen e jashtme të njësisë individuale, pjesë e një kompleksi, duke përfshirë këtu arkitekturën si fasadën, veshjet, kornizat, dyert, hyrjen, tjegullat, oxhaqet, dritaret, grilat, ngjyrën, stilin, vetëm pasi ka marrë më parë miratimin me shkrim të shumicës së thjeshtë të votave nga asambleja, si dhe është në përputhje me legjislacionin për planifikimin e territorit. Sa i takon këtij të fundit, ai është shkelur nga subjekti Ideal Çela që ka kryer punime aty. Ndërsa sa i takon ligjit për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa, mbetet në dorën e banorëve nëse do të firmosin apo jo ndryshimet që kërkohen të bëhen në pallatin e tyre. Duke përfshirë këtu edhe vendosjen e reklamës me një gjatësi 76 metra linear rreth e qark pallatit.